Çështja e ujësjellësit ka shkaktuar sërish debate këtë të hënë në zyrat e ujësjelljes kanalizime Pogradec. Një grup përmbaruesish kishin shkuar pranë zyrave për zbatimin e një vendimi gjykate, i cili ishte i paqartë edhe për bashkinë edhe për drejtuesit e ujësjellësit. I pranishëm të kjo ndërmarrje ka qenë edhe kreu i bashkisë Eduard Kapri, i cili ka kërkuar përmbaruesit se çfarë vendimi kërkonte të zbatonte. Si pikë të vendimit të saj, vendimi nuk thotë që ju duhet paraqiteni këtu. Ai vendim gjykate pezullon vendimet e mia, që si aksioneri vetëm, dhe ju duhet paraqiteni pranë bashkisë tek unë si aksioneri vetëm dhe përfaqësues i asamblesë së përgjithshme të zbatoni vendimin. Nuk keni asnjë të drejtë të futeni në ndërmarrjen e ujësjellësit. Dhe tentimi që ju jeni futur këtu me forcë për të ushtruar presion ndaj punonjësve të administratës së ujësjellësit është shkak për vete për të cilën unë do ankemohem dhe do ngre paditë. Në asnjë pikë të vendimit nuk thuhet që ju duhet të jeni në ndërmarrjen e ujësjellësit. Ju duhet të jeni, ju lutem, kush je ti që bën atë versi? Ti je ai që do të vendosë shkollën. E juridikut dhe do të vendosë shkollën. Dhe vendimi jashtë ndryshe këtë do ta zbatonte një policë. Ja ku është vendimi? Ja ku është vendimi? Çfarë vendosi? Jo vendim dhe ne vletër. Ndërkohë, situata nuk ka kaluar pa debate kur përmbaruesi në një moment i ka cilësuar si drejtor elektoral në punësit e bashkisë. Por jo vetëm kaq, mospasja e një vendimi të qartë për zbatim ka bërë që punonjësit e sigurisë të nxjerrin jashtë përmbaruesit nga godina. Mos u merr me ta, të lutem shumë. Janë 6 pika. Cilën pikë prej tyre do lejë tani Prej disa ditësh ujësjelljes kanalizime është në ngërç pasi gjykata administrative e Korçës ja ka ngrirë kompetencat bashkisë së Pogradecit për riorganizimin e saj, deri në një vendim përfundimtar mbi padinjë që është ngritur nga ish administratori Valter Gora.